u prit qetësia, por edhe pas kësaj qetësie përsëri një stuhi. Çka po ndodh në fakt? Edhe pas zgjedhje, situatë dramatike e krijuar tani me gjykatë kushtetuese, pikpyetje të mëdha edhe një, po e quaj kështu, një situatë e papritur për shumë kënd. Nuk e di nëse ka qenë edhe për juve kjo. Nuk ka qenë situatë të ketë e papritur për faktin sepse kushtetuta përcakton qartë se me çfarë numri të deputetëve zgjidhet presidenti i Republikës. Kësaj ju e dini, ne kemi 66 numra për momentin dhe kemi pas të pamundur me arrit 80 numra, siç e thotë edhe Kushtetuta e Republikës Kosovës për të zgjedhur presidentin e Republikës Kosovës. Kështu që si parti, po si lëvizje vetëvendosje, e kemi bë përpjekje të shumta qoftë me partitë opozitare për të konsultuar, komunikuar, bashkërënduar e koordinuar, mirë po gjithë deri sot nuk kemi gjetur pra ndonjë bashkëpunim për të ardhur deri te kvorumi nevojshëm kushtetues për të kaluar një president të tillë, kësaj pas dështimit ose ardhjes së pamundësisë për të zgjedhur presidentin. Ne si lëvizje vetëvendosje kemi dërguar rastin në kushtetuese për shkak dy çështjeve. Para për shkak se deputetët caktuar nuk kanë qëndruar në sallë, që është edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës, dhe e dyta për shkak se presidenti të nesërmen e ka nxjerrë një dekret për minimin tem prej pas lufte, dekret i cili shkel haptazi dhe qartazi Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Sepse ju e dini se koha kaloi u e zaurua, presidenti nuk u zgjodh, pse mos ta çoj? Sepse baza preambula e ka një lloj obligimi kushtetues si presidenti që të reagojë në një situatë. Tani nuk e di ma është obligimi tamam që ta